saj, kemi parasysh partia e Zotit Aradina, ngelet një parti, po themi, me një konotacion lokal, që janë ato votat e saj besnike në rajone të cilat ai ka pa historikisht dhe nuk kemi një rritje të tyre. Përkundazi një rënje, ndërkohë që partia e nismës e Zotit që i kishte si bastion Malishevën, edhe aty kemi një rënje dhe humbje të saj për të treguar që këto janë parti jo të mirë të organizuar, parti leadershipi që lidhet me emrin e personit dhe jo parti të mirë organizuar siç është partia populiste e vetvendosur, cila ka shtrihen e tij në gjithë kapilarët për që në qoftë nga ana organizative strukturore, po edhe nga ana e gjithë territorit, e mbulon gjithë territorin. Sekundër, edhe mesazhi i këtyre kandidatëve ka qenë më drejt për drejt, edhe strategjia e përzgjedhur e tyre ka ndikuar ka ndikuar në rezultat të ngjallë në besimit të elektorat për t'i nejtë besnik partisë lëvizjes vetëvendosja, në mënyrë që të qohet sa më përpara ky projekt. Zoti Kurti ka ditë të luajë me mesazhet politike që ka përcjell, qoftë në kundërshtimin që i faktorit ndërkombëtar, qoftë SBA-s, po edhe të dërguarit të saj, po edhe të Bashkimit Evropian, përkundër përpjekje për ta nda Kosovën, përkundër çdo tentative për të negociuar në kurriz të interesit, i cili çfarë nuk kishte siguri për të ardhmen e saj se si do të shkojë. Kemi parasysh gjithë ato konsekvencat të cilat i ka dëshmuar dhe ka përballë edhe Kosovë. Kemi parasysh Kosovë se një periudhë Zoti Kurti edhe u linçu nga faktori ndërkombëtar, madje këtë momentum nuk e shfrytëzoi opozita, por ajo pa që e fragmentarizuar dhe nuk që e koherente dhe nuk që e bashkuar. Dhe rezultati i këtyre zgjedhjeve më së miri e tregoi që Zoti Kurti është një hap përpara për sa i përket dhe përket politikës në Kosovë atje. Është lideri kryesor i padiskutueshëm sot për sot. E shfrytëzoi Lezi nga ana tjetër, Albin Kurti i ka ftuar dhe partitë opozitare për bashkëpunim në gjitha çështjet ndërkombëtare. Ju vetë nga ana tjetër i shihni këto parti opozitare të kenë një ftesë serioze dhe më pas të pranojnë këto festa të zotit Albin Kurti? Mendoj që nuk do ta bëjmë atë gabim zoti Kurti që të qeverisë vetëm, pavarësisht faktit që rezultati i zgjedhjeve edhe mund t'ja mundsoj një gjë të tillë, por në këto do të jetë një çast i dritë shkurtër e tij, nëse do ta bëjë do të jetë gabim, sepse Kosova do të futet në një cikël krizash po themi institucionale, por mund të jetë përballë një presioni ndërkombëtar i cili zoti Kurti vetëm nuk mund ta suportojë atë. Kjo kemi parasysh historikun e marrëdhënieve që ka kriju, pikërisht nga kjo duke u nisur nga fakti që populli ka zgjedhë dhe është ai po themi sovrani i cili do të qeverisë në emër tyre i vetëm. Dhe për të rritur një konsensus sa më të madh dhe gjithë pranuar, dhe kemi parasysh agjenda e integrimit të Bashkimit Evropian apo e gjithë organizatat ndërkombëtare, po sikundër edhe marrëdhëniet bilaterale me aleatin kryesor strategjik siç është SBA-ja, zoti Kurti nuk do ta bëjë atë gabim që të qeverisë vetëm pa pas në krah aleatët disa parti, qofshin në opozitare, por një spektër gjithë sa më të gjerë, në mënyrë që të jetë i gjithë pranuar dhe të jetë sa më legjitim kuptimin e mbrojtjes interesit të Kosovës. Dhe mendoj që ftesa e tij do të jetë e sinqertë, do të shifet rezultati i zgjedhjeve definitiv i cili do të certifikohet nga KQZ-ja atje, dhe mendoj që do të jenë edhe partitë të tjera të cilët nisur nga rezultati i tyre i papritur, do t'i afrojnë në dorën e bashkëpunimit zotit Kurti, por duke parë edhe interesin e tyre pragmatiste, sepse rezultati i zgjedhjeve tek e fundit është një kosto për ato, një mungesë legitimiteti për leadershipin, e cili në reflektim këtë rezultatit do marrin në qëndrimet e tyre. Dhe më së miri edhe partia dhe kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, zoti Lumira Digjiku, i cili deklaroi që ky nuk ishte një rezultat që do ta kishte lëvizja demokratike, dhe nisur nga kjo laçi mundësinë e dorëheqjes së tij, por që janë organet kryesore vendimarrëse të partisë, që Këshilli Kombëtar dhe Kuvendi, i cili do të vendosi për agjendën dhe për platformën e opozitarizmit, apo se si do të shkojë bashkëpunimi politik në tërësisht. Dhe mendoj që kjo situatë favorizon edhe partitë e vogla, të cilat tyre e shohin si një mundësi çfarë? Edhe të rrisin shanset e tyre për të mbijetuar politikisht,
por edhe për të dhënë një kontribut për të armën e Kosovës. Dhe parë në këtë investim, besoj që zoti Kurti do ta lexojë verdiktet dhe votën e qytetarëve të Kosovës, që është një vot për vazhdimin e reformave, vazhdimin dhe forcimin e lidhjeve me orientimin gjeopolitik, gjeostrategjik euroatlantik të Kosovës me SBA-n dhe BE-n, dhe i vetëm ai është i humbri, mund të themi i humbri më i madh, sepse Kosova nuk e meriton që të ketë një ndërprerje të këtyre marrëdhënieve dhe një mungesë suporti nga SBA-ja dhe Bashkimi Evropian, pikërisht nga fakti që zoti Albin Kurti u zgjodh, po duke ditë parasysh historicizmin e këtyre marrëdhënieve, ku zoti Kurti ka qenë kryeneç kokfort në të drejtën e tij legjitime, morale, politike, nisur nga ato parimet të cilet i ka deklaruar tashmë, janë bërë publike, parimet e vetëvendosjes, një sovranist i vërtet në kuptimin e asaj të cilet një lider i një shteti kërkon, kemi parasysh edhe momentin në cilën ndodhet Kosova në një udhkryq, edhe për shkak përplasjes interesat mëdha gjeopolitike, gjeostrategjike të aktorëve të ndryshme, të cilët e shohin Ballkanin si një zonë trazuar në një moment të cilët mund shfrytëzohet për tyre, pikërisht edhe për shkëmbime për arritjen e marrëveshjeve. Dhe për këtë arsye zoti Kurti është në të drejtën e tij në kërkimin e gjëra, por duhet të vëmë balancë atë që kemi thënë, të mundën me të drejtën, të mundën kuptimin e tij se sa mund ai të arrijë objektivat e tij të drejta, sipas programit qeverisës, platformës të tij kombëtare, por nga ana tjetër se sa do të jetë faktori ndërkombëtar në gjendje të jap atij këto mundësi, këto mundësi. Do na sa balancë që i kemi thënë, mundra me të drejtën, e cila nganjëherë është edhe në përplasje me njëra tjetrën. Zoti Elezi, nga ana tjetër, pavarësisht se rezultati përfundimtar nuk është publikuar akoma, si mund të ndikojnë votat nga diaspora dhe ato me postë në të gjithë rezultatin përfundimtar që do të jepet? Ndërko, kjo është një trend. Kur themi një trend, se edhe i cili u pa nga votuesit brenda Kosovës, cilën një pjesë e popullsisë jetojnë edhe jashtë. Kemi parasysh lidhjet që ka diaspora me popullsinë londineze, po themi popullsinë vendase në Kosovë, edhe ky trend vazhdon dhe historiku, po të referohemi dhe historiku të rezultateve zgjedhjeve të mëparshme, nuk kemi një cedim apo një ndryshim të fatit të rezultatit zgjedhjeve nga diaspora, përkundazi ka qenë lëvizja vetëvendosje e cila edhe në rezultatit e votave të diasporës ka qenë përcaktuese dhe kanë rritë edhe ndekun e këtij rezultati në favor të saj, dhe mendoj që do të ruhet ky trend dhe tashmë konfirmohet që lëvizja vetëvendosje do të jetë forca kryesore lëvizëse fituese e këtyre zgjedhjeve, për të treguar që është një popull i cili beson te kjo parti, te leadershipi i saj, dhe kemi parasysh janë shumë faktorë të cilët kanë ndikuar te ky rezultat. Janë dhe faktorët psikologjik, faktorët social, faktorët historik, faktorët politik përçarjes brenda, sekundër edhe faktori ndërkombëtar i cili pavarësisht presionit, zoti Kurti ka treguar ADN-n e kombit, ka treguar forcën e tij si leadership dhe nuk i është nënshtuar atyre, madje ka qenë edhe kategorik dhe refuzues edhe në ligjërat drejt dhe në gjuhë edhe personale fyse dhe me dërguarit edhe mediatorët të ndryshëm, ke parasysh retorikën e përdorur ndaj Grenit, ku në këndvështrimin e shumë analizave është parë si një lloj fyrje dhe mungesë etike, por që është lexuar ndryshe nga elektorati i qoftë Kosovës po dhe diasporës, gjë e cila nuk e ka ndikuar në votbesimin e tyre, dhe mendoj që ky rezultat do të jetë i atij trendi dhe do të konfirmojë edhe së miri edhe një herë fuqinë që ka leadershipi i lëvizjes vetëvendosje dhe Kurtit si leadership sot për sot në skatiren politike të Kosovës. E qartë, mirë, zoti Elezi, për ta mbyllur shkurtimisht, cilat mendoni se janë sfidat kryesore që presin tashmë Parlamentin dhe qeverinë e re të Kosovës? Nderuar Parlamentin dhe qeverinë para konstituimit i tyre dhe nxjerrjen e organeve si shprehje e vullnetit të dalë nga një rezultat elektoral i cili certifikohet dhe nuk kontestohet, kemi parasysh që tu kemi edhe një sukses dhe një fitore të demokracisë, ku në dallim edhe me vendin tonë dan rezultati i zgjedhjeve këtu certifikohet dhe opozitarët e urojnë fituesin. Ishte rasti i urimit zotit Abdigjiku ndaj zotit Kurti, që është një mesazh dhe sinjal i mirë që
që edhe këto të bëhen edhe në vendin tonë, që nuk ka ndodhur. Sfidë tjetër është krimi i këtyre institucioneve, konstituimi i parlamentit dhe i organeve tjera qeverise, arritja e një konsensusi brenda për brenda, dhe përcaktimi një agjende të përbashkët barë kombëtare, kur themi barë kombëtare brenda Kosovës, por në harmoni edhe me gjithë faktorin shqiptar gjithandej në mënyrë që të jetë një agjende unifikuar për sa i përket proceseve integruese apo marrëdhëniet bilaterale, qoftë me BE-n, qoftë me organizatat e tjera globale, po sikundër edhe me partnerin kryesor strategjik SHBAN, në mënyrë që të konvergojnë interesat midis palëve.